E para e punës do të kisha dëshiruar që askush mos më tregoj me gisht kur të jem në restorant, në autobus ose në aeroplan ose dikut me këtë fëmijë. Sot personave që sillen ndryshe të gjithë u tregojnë me gisht. Kjo është një perceptim krejtësisht i gabuar. E dyta, duhet shoqëria të dije se personat me autizëm ose me sindrome si motra neurologjike mund të kenë aftësi shumë më të mëdha se sa ato që quhen quasi normal. Kufiri mes normalitetit dhe abnormalitetit asnjëherë nuk është zbuluar në shkencë. Një situatë që e quajmë ne patologjike në mjekësi ka rezultate empirike. Shkon te mjeku, bën rezultatet, si unë që sot që shkova te dentisti, e pa që thami se kisha në rregull e ma rregull. Po te autizmi nuk shifet. Kush e di se çfarë MMR ti bësh ti trurit, incizim apo kompjuterik apo nuk shifet. Truri është nëpër masa fiziologjike. Do me thënë kjo gjë është e përcaktuar për tjetër kujt. Tjetër kush i zgjedh punët e gjenetikës që akoma shkenca, do me thënë nuk arrit të bëj kombinatorikës e kësaj logjike. Thjesht duhet t'i pranojmë ashtu siç jam. Ashtu që siç e pranoj unë një shok i cili mund të mos mdohet. Nuk mund t'ja hedh poshtë pikpamjet e dikujt tjetër. Mund të mos pajtohet, por jo t'i hedh poshtë, sepse çdo kush ka të drejtën e ekzistencës në këtë botë në mënyrën e vet. Faleminderit për kohën. Ju faleminderit juve për intervistën. Shpresoj se jo çdo ditë do të jetë 2 prilli për këto prind. Shpresoj se edhe ju gazetarët do ta ndërgjegjësoni këtë situatë, për shkak se është koha kur çdo 25 fëmijë mund të ketë këto sindrome dhe nuk duhet t'i shohim si fatkeqësi. Sepse një ditë ndoshta ata që e komandojnë këtë botë, këtë politikë, i kanë pashtu këto aftësi që s'mund t'i ketë çdo kush. Duhet t'i shohim si aftësi specifike, si aftësi të mirëfillta, e jo në kuptim negativ të fjalës.